Nuk ka kthim pas dhe asnjë surprizë, Ermal Dredha është dorëhequr zyrtarisht nga detyra e kryetarit të Bashkisë së Vlorës. Këtë të martë, shkresa e dorëheqjes kryebashkiakut ka mbritur në Këshillin Bashkiak, i cili më pas do të nisë procedurat përkatëse sipas ligjit. Ermal Dredha dha zyrtarisht dorëheqjen nga posti i kryetarit të Bashkisë së Vlorës. Dorëheqja është protokolluar me shkresën numër 14931, datë 15/9/2025 dhe mëngjesin e kësaj të martë e ka mbritur në Këshillin Bashkiak. Lajmi është konfirmuar për televizionin 6+1 Vlora nga kryetarja e Këshillit Bashkiak të Vlorës, Elpiniqi Mërkuri. Sipas Mërkuri, dorëheqja e Dredhës është bërë zyrtare dhe sipas detyrimit ligjor, do t'i dërgohen shkresat për djeni Këshillit të Ministrave, Prefektit të Qarkut dhe Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Kryetarja e Këshillit Bashkiak të Vlorës, Elpiniqi Mërkuri, tha gjithashtu se pritet të mbledhet kryesia e Këshillit Bashkiak të Vlorës për të përcaktuar datën e mbledhjes jashtëradhe për zgjedhjen e kryetarit në detyrë. Sipas Mërkurit, pas dorëheqjes së kryetarit të Bashkisë së Vlorës Ermal Dredha me shkresën numër 14931, datë 15/9/2025, do të nisë procedura ligjore për caktimin e një kryetari të përkohshëm në detyrë. Bazuar në ligjin numër 139/2015 për qeverisjen vendore, neni 61.1a dhe nenet 2 dhe 3, në raste të tilla Këshilli Bashkiak duhet të caktojë një nga 9 kryetarët e bashkisë që do të ushtrojë funksionet e kryetarit deri në zgjedhjen e kryetarit të ri. Për këtë qëllim, të mërkurën më 17 shtator, ora 11, do të mblidhet kryesia e Këshillit Bashkiak të Vlorës për të përcaktuar datën e zhvillimit të një mbledhje jashtëradhe të Këshillit Bashkiak me rendite, caktimin nën kryetarit që do të ushtrojë përkohësisht detyrën e kryetarit të Bashkisë së Vlorës. Ndërkaq, këtë të martë, kryetari i dorëhequr i Bashkisë së Vlorës Ermal Dredha ka publikuar në rrjetet sociale një takim që ka zhvilluar me përfaqësues të Bashkisë së Milanos. Në takimin e zhvilluar në bashki, Dredha ka qenë për kranën kryetarit të parë të bashkisë, atij të infrastrukturës, Elisa Lili. Në ditët e fundit të punës në bashki, si pjesë e një procesi të gjatë pune, zhvilluam një takim të rëndësishëm me përfaqësuesit e Bashkisë së Milanos për të diskutuar mbi vimësinë e projektit të përbashkët, financuar nga Agjencia Italiane për Bashkëpunim dhe Zhvillim. Ky projekt 3 vjeçar, i cili nisi qysh prej marsit 2024, ka në fokus përmirësimin e sistemeve të ujrave në zonën e Zvërnecit, digitalizimin e sistemit të ujrave të pishëm, si dhe bashkëpunimin ndërinstitucional për shfrytëzimin sa më efikasitet të tyre. Ky është një hap i rëndësishëm drejt forcimit të marrëdhënieve mes qytetit tonë dhe partnerëve ndërkombëtar, si dhe një garanci konkrete për një të ardhme më të qëndrueshme dhe me standarde më të larta për qytetarët e Vlorës, përfundon Dredha.